çfarë roli luan shkolla dhe prindërit në këtë aspekt, sepse ka disa prindër që thonë shkolla edukon fëmijën, por e dim që nuk është ashtu. Jo, as pak. Shkolla e arsimon. Edukimi edhe formimi personalitetit fillon në fazat e hershme të fëmijërisë, gjë që familja është ajo që mban përgjegjësinë madhore, patjetër që rrethi shkolla ka një ndikim, po jo maksimal atë sa e ka familja. Në fazat e hershme të fëmijërisë, edhe deri në moshën 7 ose 8 vjet, aty formohet personaliteti, edhe aty fëmijë ose individi ka marrë ato bazën që ka nesër do t'jetë. Gjë që në këtë moshë zakonisht ai është në shumicën e kohës me prindërit ose me kujdestarët që jeton. Prandaj fëmijëria, mënyra si atashimi, ato që e tham, lidhja e prindërve me fëmijën, ajo është baza. Shkolla patjetër ka një ndikim, po jo aq sa e ka familja. Kemi edhe ata prindër doktorësh që janë përkushtuar më shumë drejt punës dhe gjithkohën e kalojnë më shumë në punë se sa tek fëmia e tyre. A është kjo mungesa e kohës që japin fëmijëve të tyre për të kaluar një kohë për edukim, për diçka tjetër me bu me fëmijët e tyre? Në fakt jo. Në fakt shpesh prindrit ankohen nuk kam kohë. Në fakt na gjejmë kohë kur duam, sidomos për fëmijën duhet të kesh kohë, kështu që kjo nuk është një arsyetim. As pak, mendoj si përkundrazi mu shpesh më duket banale, nuk i kohë mu marrë me fëmijën tonë. Përveç asaj nuk ka të bëj koha, sa ka të bëj mënyra se si shfrytëzohet ajo kohë. A është kualitative apo jo? Neve kemi plot prindë si rrinë nana që s'punojnë, rrinë të ditën me fëmijën, po nuk është se japin një edukim të mirë fillt, po njëjtën kohë edhe e kundërta. Prandaj koha e kaluar me fëmijën nuk ka të bëj me sasinë, po me kualitetin, në mënyrën se si ti e kalon kohën me fëmijën, mënyrën se si ti komunikon me fëmijën. Do me thonë ka shumë faktor që nuk lidhen me mungesën e kohës, po lidhen me mënyrën se si prindi funksionon me fëmijën, edhe ajo pak kohë si kalohet. Se kemi edhe prej atyre prindërve që i shohim non-stop në telefon në rrjetet sociale dhe harrojnë se çfarë është duke bërë fëmia e tyre, është në shtëpi, në shkollë apo është duke bërë diçka tjetër. Kjo është edhe mshme. Vërtet po e tregoj tash, me qenë se mbrëm e hasa këtë gjë. Familja, ishtë dalë fëmija, po mendoj si ishte 3 vjet, 4, edhe me telefon personal përderisa prindi, nana kish telefonin, baba dhe fëmiju. Edhe që të tren tavolin, ishin në telefon. Ajo është koha, jo e kalu me kohë me fëmin, po koha ma e dëmshme që fëmija kalon. Imagjino, një familje ka dalë për qef, muar këtu, edhe që të 3 ishin në tavolin me telefona. Kjo është modeli ma i dhimshëm që unë shoh tek familjet. Prandaj, vërtet u mendoj si prindërit duhet me qenë më të përgjegjshëm.